Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një dëgjes publike u zhvillua sot për vendosjen e emrit të bibliotekës së qytetit. Dy emrat e propozuar janë të shkrimtarëve Fasli Haliti dhe Visar Zhiti. Emri që do të marrë biblioteka do të vendoset në dëgjesën tjetër. Bashkia ka organizuar sot një dëgjes publike për vendosjen e emrit të bibliotekës së qytetit, me pjesëmarrjen e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, shkrimtarëve dhe qytetarëve. Biblioteka, e cila u hap për herë të parë më 30 maj të vitit 1946, deri më sot është quajtur Biblioteka Publike e Lushnjës. Dy propozimet e bëra nga lidhja e shkrimtarëve Dega Lushnjë dhe artisti Gëzim Xhaxhaj për vendosjen e emrit të bibliotekës sipas një përfaqësuesi dinjitos të letrave, jo vetëm për qytetin e Lushnjës, ishin për shkrimtarin Vatko Reshi dhe për shkrimtarin Fasli Haliti, tha kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Më pas ajo u shpreh e hapur për të pranuar edhe propozime për emra të tjerë. Në të dy kërkesat kemi propozime që biblioteka e qytetit Lushnjës të mos quhet më vetëm biblioteka e qytetit Lushnjës, por t'i jepet dhe emri i një figure që meriton t'i gdhëndet emri në këtë bibliotekë, dhe duke qenë se Lushnja është një qytet i cili këto raftet e bibliotekës i ka të mbushura më së shumti nga shumë autor lushnjar, mendojmë që duhet që të gdhëndim dhe emrin e një qytetari lushnjar i cili vjen nga fusha e letërsisë, nga fusha e të shkruarit, në mënyrë që edhe kjo godin të marri një emër personaliteti, por patjetër dhe ne të nderojmë një figurë të Lushnjës sonë. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak, Klement Çela, u shpreh se duhen disa kritere dhe synime që ne të zgjedhim kush na përfaqëson më mirë dhe emri sipas tij që na nderon në rang lokal dhe kombëtar është shkrimtari Visar Zhiti. Emra kemi pafund, por nuk mund të shkojmë tani në kritere kush është vargu më i bukur, kush është proza më e bukur e drama më e bukur, se kjo pastaj ha shumë diskutim. Dhe në rast se ne do të vendosim ca synime dhe duhet ishim parashtruar paraprakisht këtu, që kush na përfaqëson më mirë dhe kush e lartëson emrin e Lushnjës dhe kësaj biblioteke, atëherë mendoj dhe shkoj i bashkohem Zyshës, Gëzimit, sepse emri që del përtej lokales, përtej poetit që përfaqëson një lokalitet, patjetër që nuk mund të flas për të, sepse realisht na përfaqëson denjësisht për sa i përket artit të tij dhe poezisë të tij, por Zoti Zhiti, që shqyqyr që është gjallë, sepse nuk do të shkojmë dhe nuk duhet të vazhdojmë me atë vdis pa të dua, patjetër që përfaqëson jo vetëm Lushnjën, por ashtu siç tha dhe Zysha, na përfaqëson më së miri edhe në rang kombëtar. Zonja Zhaneta Këmbora e shoqatës Myzeqeja gjithashtu përkrah propozimin për vendosjen e emrit të shkrimtarit Visar Zhiti bibliotekës. Unë kam ngul tek Visar Zhiti. Është një personalitet i cili studiohet në 3 universitete. Imagjinoni shtrirjen e Lushnjës nëpër universitetet e botës. Kryetaria e lidhjes së shkrimtarëve Dega Lushnjë, Emine Boriçi, mbështet propozimin për emrin e shkrimtarit Fasli Haliti. Si lidhje bashkë me një shoqat tjetër, kemi propozuar për Fasli Halitin dhe mbrojmë argumentin tonë pse duhet, të paktën në synimin tonë pse duhet të jetë i tillë. Pas debateve, kryetaria Sefa kërkoi mbajtjen e një dëgjese tjetër për vendosjen e emrit të Bibliotekës Publike të Lushnjës. Ndërkohë propozimi për emrin e Vatko Reshit u rrëzua pasi me ligj nuk mund të përdoret, se një gjimnaz dhe një rrugë kanë tashmë emrin e tij. Emri që do të zgjidhet në dëgjes do t'i dërgohet për miratim Këshillit Bashkiak. Policia e Lushnjës ka arrestuar dhe proceduar 6 shtetas, mes tyre dhe një të mitur për vepra të ndryshme penale. 6 shtetas, mes tyre dhe një e mitur 16 vjeçe, janë arrestuar dhe proceduar penalisht nga policia e Lushnjës për vepra të ndryshme penale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan shtetasin SN 40 vjeç, banues në fshatin Kosovë Vogël Lushnjë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj prindërve të tij. Po nga këta specialist u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit DG, 58 vjeç, banues në fshatin Karbunar, pasi u kap duke kryer punime pa leje. RS, 60 vjeç, banues në Lushnjë, pasi ka bllokuar rrugën e banesës së vëllait të tij. Një shtetase e mitur 16 vjeçare, pasi është konfliktuar fizikisht me bashkëshorten e Xhaxhait të saj. Specialistët e qarkullimit rrugor të DVP-Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin SHA, 40 vjeç, banues të Lushnjë, pasi duke drejtuar automjetin ka përplasur një motomjet. Nga përplasja është dëmtuar drejtuesi motomjetit, i cili mori ndihmë mjekësore në spital.
Në komisariatin e policisë Divjak është paraqitur shtetasi AK 42 vjeç, banues në fshatin Gradisht, i cili kallëzon se në banesë i kanë vjedhur disa vegla pune. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Zgjerohet grup mosha e depistimit falas të kancerit të qafës së mitrës nga 40 deri 50 vjeç në 35 deri 55 vjeç, njoftoi në rrjetet sociale Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale njoftoi se duke filluar nga viti 2026, programi kombëtar i depistimit të kancerit të qafës së mitrës zgjeron fashën e grup moshës së grave përfituese nga 40 deri 50 vjeç në 35 deri 55 vjeç. Një nismë që synon rritjen e ndërgjegjësimit për kontrolle dhe uljen e rrezikut ndaj kësaj sëmundjeje. Sot bëm një hap të rëndësishëm për shëndetin e grave dhe për të ardhmen e shëndetit publik në Shqipëri, bazuar në të dhënat shkencore, situatën epidemiologjike në vend, rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe në strategjinë globale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për eliminimin e kancerit të qafës së mitrës, vendosim të zgjerojmë fashën e grup moshës për depistimin e këtij kanceri me testin e PV nga 40 deri në 50 vjeç në 35 deri në 55 vjeç në kuadër të programit kombëtar të depistimit të kancerit të qafës së mitrës. Në Shqipëri, mosha mesatare e diagnostikimit të kancerit të qafës së mitrës është 53 vjeç, çka tregon qartë se depistimi duhet të fillojë më herët dhe të mbulojë një periudhë më të gjatë rreziku. Sipas ministres, për ta bërë këtë program sa më të aksesueshëm dhe efektiv, çdo vit gratë e kësaj grup moshe do të marrin mesazhe njoftimi kujtese në telefonin celular përmes SMS-ve informuese, që do t'i ftojnë ato të drejtohen pranë qendrës shëndetësore ku janë të regjistruara për kryerjen e testit HPV dhe marrjen e informacionit të duhur nga personeli shëndetësor. Për të bërë këtë program sa më të aksesueshëm dhe efektiv, çdo vit gratë e kësaj grup moshe do të marrin mesazhe njoftimi kujtesë në telefon celular përmes SMS informuese që do t'i ftojnë gratë të drejtohen pra qendrës shëndetësore ku janë të regjistruara për kryerjen e testit HPV dhe marrjen e informacionit të duhur nga personeli ynë shëndetësor. Ky është depistimi organizuar, i planifikuar dhe i barabartë për të gjitha gratë e grup moshave specifike dhe është një shërbim publik i siguruar e garantuar falas nga Ministria e Shëndetësisë. Ky vendim është një investim për shëndetin e grave, për familje më të shëndetshme dhe për një shoqëri më të fortë. Parandalimi është forma më e mirë e kujdesit shëndetësor dhe ne zgjedhim të veprojmë në kohë duke forcuar programet tona të depistimit. Parandalimi është forma më e mirë e kujdesit shëndetësor, thekson Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala. Për herë të parë, do të aplikohen çmime fiskale edhe për fshatrat për shitblerjen e ndërtesave dhe apartamenteve. Për herë të parë, për shitblerjen e ndërtesave e apartamenteve në vend, do të aplikohen çmime fiskale edhe për fshatrat. Sipas tabelave dhe hartave digjitale, çmimet më të larta të referencës për fshatin kryesohen nga vija e parë e ndërtimit në gjirin e Lalzit dhe Hamallaj në vlerën e 190.000 lekë për metër katror. Më pas, çmimet më të larta të referencave janë propozuar për vijën e parë të ndërtimit në fshatrat e Himarës, si Dërmi dhe Palas, me vlerë referencë 140.000 lekë metër katror. Në fshatin Funo, çmimi i referencës do të jetë 100.000 lekë dhe në Livadh 81.000 lekë për metër katror. Në Sarand, fshati më i shtrenjtë do të jetë Ksamili, çmimet e referencës do të jenë 100.000 lekë metër katror. Në Vlorë, çmimet e referencës për vijën bregdetare të fshatrave Radhim dhe Orikum do të jenë 90.000 lekë metër katror, që përbëjnë dhe zonat më të shtrenjta rurale të bashkisë Vlorë. Në Velipoj, çmimi i referencës do të jetë 75.000 lekë për metër katror dhe në Tal të Lezhës 70.000 lekë për metër katror. Mbi çmimet e referencës, bashkitë llogarisin detyrimin për taksën e ndërtesës dhe taksën e ndikimit në infrastrukturë. Nëse aktualisht për llogaritjen e bazës së taksueshme të këtyre taksave, që është vlera e pronës, përdoren çmimet e referencës, për zonat rurale në mungesë të tyre përdoret çmimi i qytetit, por i reduktuar 35%. Me ndryshimet e reja të propozuara, bashkitë nuk do të kenë më të drejtë të reduktojnë çmimet e referencës për zonat rurale, por do të detyrohen të zbatojnë çmimet e reja që qeveria propozon. Projekt vendimi i ndryshuar pritet të miratohet në qeveri. Me përfshirjen e zonave rurale në hartën e çmimeve të referencës, numri i zonave kadastrale në të gjithë vendin arrin 176. Aktualisht rrethet janë të ndara në 65 zona kadastrale. Edhe këto çmime janë rishikuar me rritje deri në 196%.
Qeveria ka rishikuar projekt vendimin e publikuar te konsultimet publike dhe propozon ndarje në disa zona kadastrale edhe për fshatrat. Konkretisht, vija e parë e disa fshatrave në zonat bregdetare do të ketë çmim reference shumë herë më të lartë se zona në brendësi të fshatit, ndërsa në tërësi të gjithë fshatrat, përjashtuar atyre në zonat turistike, propozojnë çmime fiskale të barabarta me çmimet aktuale që janë në fuqi për rrethet. Të gjitha çmimet me harta digjitale dhe tabela të përfunduara nga grupi i punës janë dërguar për miratim Këshillit të Ministrave. Çmimet e reja fiskale të rishikuara në muajin korrik 2025 për rrethet pritej të hynin në fuqi nga 1 janari 2026. Me rishikimet që janë bërë së fundmi të çmimeve të referencës, qeveria pritet të miratojë një ndarje të re të tyre. Tashmë një hartë me 176 zona kadastrale duke përfshirë më vete për herë të parë edhe fshatrat. 40 viktima në Spanjë pasi 2 trena të shpejt u përplasën në fundjavë. Shpallen 3 ditë zije. Spanja është në zi për 3 ditë rresht në nder të 40 personave që humbën jetën pasi 2 trena të shpejt u përplasën në fundjavë. Përplasja e trenave ndodhi të dielën në mbrëmje, kur një tren që operohej nga kompania Irio, që po udhtonte nga Malaga për në Madrid, doli nga shinat afër Adamuzit në rajonin jugor të Andaluzisë. Treni doli në anën tjetër të shinave dhe u përplas me një tren që po vinte nga drejtimi i kundërt. Ky është aksidenti më vdekjeprurës në Spanjë që nga viti 2013, kur 80 persona vdiqën pasi një tren doli nga shinat në qytetin Santiago de Compostela. Kjo është një ditë dhimbjeje për gjithë Spanjën, për gjithë kombin, tha kryeministri Pedro Sánchez, kur vizitoi Adamuzin të hënën dhe njoftoi për shpalljen e 3 ditëzive. Ne do të marrim përgjigje dhe sapo të kuptohet shkaku i tragjedisë, ne do të flasim me transparencë absolute, tha ai. 40 persona janë konfirmuar se kanë vdekur si pasojë e përplasjes, tha kreu i qeverisë rajonale në Andaluzi, Moreno. Shifrat paraprake të paraqitura nga autoritetet spanjolle thoshin se 39 persona kishin humbur jetën në aksident. Moreno shtoi se do të duhen 24 deri 48 orë për të ditur me siguri se sa vdekje u shkaktuan nga ky aksident i tmerrshëm. Makineri të rënda u dislokuan në vendngjarje të hënën për të larguar vagonët e dëmtuar të trenave dhe për t'u mundësuar afrimin ekipeve të shpëtimit. Më shumë se 120 persona janë plagosur si pasojë e aksidentit dhe 41 janë ende në spitalet në qytetin e Cordobas. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.